Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është zgjedhur zëvendës presidenti i Unionit të Partive të Djathta, CDI. Për demokratët ky është një moment i rëndësishëm për përfaqësimin e opozitës në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë vetë Berisha në fjalën e mbajtur shprehu mirënjohje për besimin e dhënë dhe e cilësoi këtë detyrë si një përgjegjësi të madhe në betejën globale për mbrojtjen e demokracisë, ndërsa nuk kurseu sulmet në drejtim të George Soros. E marr këtë mundësi për të siguruar që me ndihmën tuaj të miqve tanë, ne do të bëjmë më të mirën. Çdo gjë që nevojitet që kombi im të jetë i lirë dhe të vendosim përsëri fundimin e ligjit, të drejtat e njeriut, demokracinë. Do të doja të përfundoja zoti president, që në përvojën time, unë mendoj se kur shikoj që nga vitet 90, problemi ynë i madh ishte qëndrimi ndaj të majtës ekstreme. E majta ekstreme përfaqëson sot kërcënimin më të madh, ndoshta për të gjithë njerëzimin. E majta ekstreme nuk është siç ishte më parë, e përqendruar në grupet ose partitë marksiste-leniniste. Tani është përhapur për fat të keq shumë gjerësisht në shoqëritë civile të sponsorizuara nga George Soros. Berisha shprehu besim se CDI do të udhëheqë këtë betejë, ndërsa angazhimi i tij personal do të jetë maksimal për të forcuar pozicionin e demokracisë dhe konservatorizmit evropian.